ideja është që të kemi një ligj i cili funksionon dhe mbron interesat e qytetarëve, konsumatorëve të këtij vendi. Fatkeqësisht, jo vetëm Kosovë, po mbar botën, norma e rritjes së çmimit të produkteve bazë është më e lartë se norma e inflacionit. Do të thotë, kemi një normë të inflacionit, por rritja e çmimit të produkteve është jashtë proporcionalisht më e madhe se sa norma e inflacionit. Prandaj edhe është e domosdoshme mbrojtja e qytetarëve nga rritja e normës çmimeve, veçanërisht kategoritë e lëndueshme, por çka ne na duhet tashmë që me inkorporimin e komenteve nga gjykata kushtetuese të krijojë mekanizmat sipas përshkrimit të tyre, të cilët do e përcaktojnë që duket tashmë këtë abnormalitet të çmimeve dhe pastaj sipas tyre të caktojmë një marzhë mbi të cilën produkte të caktuara bazë do të kenë marzhën e specifikuar ashtu siç është njëjtë me tregun e derivateve, në mënyrë që të mos shkon përtej normës së inflacionit apo me fitime tepër të mëdha për operatorët. Është shumë e rëndësishme që të ngrisim produktivitetin e prodhimit vendor me mekanizmat që i kemi edhe në aspektin e politikave, edhe në aspektin e ndihmës së drejtë për drejtë financiare, edhe të ndihmës së promovimit. Tjetra është që të bëjmë Kosovën vend tërheqës për investimet të jashtme direkte në të cilat ka pjesë të procesit të prodhimit apo të zinxhirit të furnizimit që krijohen këtu në Kosovë. Ka shumë hapësira që i përmenda më herët zonat industriale për cilat do bëjmë një vlerësim të veçantë tani për kapacitetet konkurruese të tyre sipas rajoneve në Kosovë. Gati se shumica e rajoneve nga 7 rajonet e Republikës tonë kanë zona industriale, por që besojmë se ka hapësinë shumë të madhe për të ngritur efikasitetin dhe produktivitetin për brenda tyre. Këto në momentin kur të kemi një vlerësim të saktë, do i kemi si promotor për tërheqjen e investimeve të huaja në vende në sektor të caktuar, specifik, varësisht nga përparësia konkurruese. Mund të presim ndonjë? Serbia në fakt ka rënë në masë të madhe në raport me vlerën e mallrave që importohen, domethënë nuk është në top 5-she, Serbia ka rënë në përqindje, nuk ka pasur ngritje domethënëse, do të thotë prap top partnerët tanë tregtar mbeten vendet e Bashkimit Evropian, në veçanti Gjermania, pastaj në vende tjera të rajonit, edhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut, që në fakt janë para Serbisë. Dhe nuk po e them që Serbia është shtet nga i cili mund të pritet ndonjë përmirësim, të paktën një në ndryshim të qasjes me këtë leadership që e ka. Por po them që krahasuar me atë kohë, kur ka qenë ndoshta top vendi, edhe nga vendet e rajonit, domethënë kuadër të marrëveshjes së CEFTA-s, por edhe në përgjithësi në eksportuesi domethënë ne kemi importuar mallrat prej Serbisë, ata kanë eksportuar tek ne, por pozicioni i Serbisë ka qenë shumë më i fortë në tregun tonë, tashmë është më i ulët. Mekanizma tjerë ka shumë në ndërkohë që janë zhvilluar, ndryshimi i situatës në veri ka bërë që ndalimi i kontrabandes të bëhet në masë të madhe. Synimi dhe fokusi im do të jetë që të ulim sasinë e importit me substitutës së zëvendësim të produkteve vendore. Krijimi, forcimi i brendit Made in Kosova, jo vetëm për tregun tonë, por edhe për eksport. Flasim për procese të cilat duhet jo vetëm që të përcjellen me kujdes, por gjithashtu edhe të kemi mundësinë e përcjelljes së informatës së saktë, se jo rrallë po ndodh, po e them edhe një herë fatkeqësisht që prokuroria jonë speciale në veçanti bie më shumë prej diskutimeve në opinionin publik dhe merr veprime se sa e akteve apo dëmeve që duhet t'i përcjellin. Do të thotë sot ka shumë më shumë ish politikan ose politikan aktual të qeverive më herët që shihen me pasuri të shumë fishuar e marramendshme që asnjëherë as nuk janë ftuar, as nuk janë hetuar nga prokuroria. Zakonisht në vendet, qofshin edhe ato të rajonit, nëse ngrihet një akt akuzë ndaj një ministri ose një ministre, do të ngrihet për keqpërdorim të fondeve, për përvetësim të fondeve. Këtu tek ne nuk vlen ai rregull, nuk përcjellet.